Ja ulën pozitën pasi intervistoi fitore Pacolin. Gazetaria e fiton betejën me RTK-n. Redaktoria e RTK-s Blerta Foniqi Kabashi ka fituar rastin në Inspektoratin e Punës pasi e degraduan nga pozita dhe krejt kjo erdhi pasi gazetaria e kishte intervistuar deputetën fitore Pacoli, ku gjatë intervistes e kishte pyetur për keqpërdorimet e pushtetit të Kurtit, sidomos migrantet në Ministrinë e Bujqësisë. Ajo në profilin e saj në Facebook ka thënë se inspektorati e ka obliguar RTK-n ta kthej në pozitën e saj të mëparshme. Inspektorati i Punës ka konstatuar se RTK ka bërë shkelje në rastin tim. Kësaj, inspektorati konstaton se televizioni publik s'ka ushtrues detyre kryeredaktor. I njëjti po vepron pa mandat dhe se administrata e institucionit ka shkelur procedurat dhe afatet ligjore. RTK i ka veç 3 ditë afat për të evituar shkeljen, përndryshe pason gjoba mijëra eurosh, dëm që do t'i bëj buxhetit të Kosovës, konkretisht taksave të qytetarëve. Ka shtuar gazetaria Blerta Foniqi Kabashi.